7.000 falenderime erdhen si mirënjohja më e mirë që kandidati i PD-t Kupliku zgjodhi të përcjellë ndaj mbështetësve të tij që votuan në zgjedhjet e 11 majit. Falenderoj tanëve fillimisht sepse më keni bërë mundësi si djali juaj të më majt kam në tokë, që është gjëja më e rëndësishme për një të moshë teme, aq më tepër që përballet me një lloj mbështetjet, cilën ju them drejtën unë nuk e kam prit. Rregullat e lojës unë e kam thënë gjithmonë janë caktuar prej më të fortëve dhe i forti i kësaj loje mitana është një regjim i cili nuk fal kërkend, nuk mëshiron kërkend. E mandajna ka të fortë tjerë të cilët kanë caktuar disa rregulla loje të cilat unë kam zgjallë me i bë dhe nuk do të ndihni asnjëherë tu anku për rregullat e lojës të cilat unë i pranova. Diktaturat nuk kanë ndonjë fytyrë tjetër përveç se kësaj, ku njerëzit nuk janë të lirë me vendos, nuk janë të lirë me menu, me gjithë manipulimet që janë bërë mbrapa me trenin bullgar dhe me gjitha mekanizmat që përdor regjimi, megjithatë te prunen 7.000 vota për një djalë i cili para 6 muajsh ishte tu hap valixhet, masi kishte ardhur prej Francës, 7 vjet i shfutur nga vendi, pa shumë kohë në dispozicion, pa shumë eksperiencë, dhe mitana me një parti politike e cila ka kaluar shumë vështirësina. E megjithatë, mbështetja juaj ishte jashtëzakonshme. Këtë hupje temen unë e quaj një fitore sepse kam fituar besimin tuaj dhe këtë besim ju premtoj që nuk kam me kthy mbrapsht. Halli kryesor është që shqiptarët me votu të lirë. Ju kam kuptuar për mesazhin që më keni dhënë nëpërmjet votës tuaj sepse sot ka nevojë për një model të ri politik. Dhe këtë model unë duam të vazhdoj me ndërtu edhe në të ardhmen. Mos më mlan vetëm betejën politike që na pret tanëve përpara për me mbrojtë Shqipërinë dhe për me mbrojtë të ardhmen e Shqipërisë. Të rinj kryesisht votues për herë të parë, por edhe eksponent brenda PD treguan arsyet pse vota e tyre ishte në mbështetje të Ted Kuplikut. Kjo ka kanë fushata e raportit ka marrë pjesë drejt për drejt, ka pas fotin e madh në privilegjin e jashtëzakonshëm që ka kanë pjesë e grupit rinor dhe shtapit të Tedit. Ko kanë gjithmonë mes nesh, bashkë me ne i barabart me ne. Tedi na ka frymësuar me besu në veti. Orientime ka pas dhe nuk do ta mohojmë këtë gjë, por jam krenare që ti banë të shmosin me sfidu çdo gjë. Që ke sfidu liderat e partisë, nuk e egzagjeroj hiç me thënë që ti mbiton. Po nëpërmjet shembullit tina dhe jena shumë beso gjithë ta drejtorë dhe tjerë i njihni më shumë se na, cilët e gjekin dhe vazhdojnë pra rrugimin të drejtë. Jemi të vërtet një aset shumë i rëndësishëm i Partisë Demokratike, gjë që realisht na kanë munguar nga shumë përfaqësues të tjerë. Ka fitu leadershipin e Partisë Demokratike në Tiranë, ka fitu media, ka fitu edhe mbështetjen e njerëzve. Kur më parë nuk banon dikush që s'ka shumë parlament me falenderuar mbështetësit e vet. Jemi të fituar se Tedi faktikisht është një deputet moral. Të njohur miq dhe mbështetës të shumtë të Kuplikut morën pjesë në takimin i cili erdhi si një falënderim dhe premtim se misioni i tij do të vijojë, pasi ky rrugtim veç se ka nisur. Krahas fushatës qytetare të Kupliku u evidentua si një ndër kandidatët me integritet të lartë në mbrojtje të kauzave që kishin për synim ndalimin e shpopullimit, rritjen e sigurisë dhe arsimimit në vend.